Krenari në një tryez ku po hapet një kapitull I ri në arkitekturën globale si antare themeluese e Bordit Paqes. Më vjen mirë natyrisht për jahonën e fjalës që mbajta në emër të Shqipërisë, ku konfirmova dhe pjesëmarrjen e vendit tonë në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, po mbi të gjitha përcolla botërisht shqetësimin tonë kombëtar për maskaradën e pabesueshme të drejtësisë ndërkombëtare në Hag, ndaj Hashim Thaqit dhe çlirimtarëve të Kosovës. Kam besim se niveli I ri I sensibilizimit lidhur me atë gjykatë deri më sot pas një standard demokratik ku akuza dështoi me turp të provonte se UÇK-ja ishte një sipërmarrje kriminale dhe u lëshua në fund e dëshpëruar me kërkesën mizore për 45 vjet burg për Hashim Thaqin dhe 3 udhëheqësit e tjerë të luftës çlirimtare, do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese, e cila duhet zgjedh mes drejtësisë për Kosovën dhe turpit të njollosësve të Kosovës, pavarësisë së çlirimtarëve dhe poshtërsisë së përndjekësve të tyre, dinjitetit të një gjykate dhe vetëpërdosjes së saj